Jemi kthyer në emisionin i pavarur, është kthyer dhe Litari sepse jemi në kohë fushate, edhe na duhet. Na duhet, ne jemi të pavarur, me thënë të vërtetën, por ka një gjë. Ajo që me bindje më të madhe, me besim më të madh, është thirrja që unë do t'ju bëj deri në datën 10, në orën 10 maj, në orën 23:59. Mos votoni Edi Ramën. Mos kontriboni me duart tuaja në vdekjen e këtij vendi, në shtimin e metastazave të kancerit, në kapjen e pronës, në largimin e fëmijëve, në shkatrimin e ekonomisë, drejtësisë, politikës, mos në shtrimin e metastazave të krimit. E keni parë që krimi e drejton ekonominë e këtij vendi. Keni parë gjithat beton, nuk e bën doktori që merr 1 milion lek. Jo. Sa nga 6.000 euro metri katror tani në Tiranë, banesat. Nuk ka biznese, bum biznesesh vogla që thua po u rrit stresa mesme. Jo, krimi e blen. Pra, mos investoni më. Oderra. Tani ma nxirën çik këtë. Kristiano Oderra i thash atyre që votojnë në Edi Ramën, mos ashtu. Rama ndan videon. Teatri kukullave i së dielës. Një kryeministër në mosh për të bërë gjysh, në mos është bërë. Natyrisht nga pamja është bërë. Është thinjur, mosha bën të vetën. Nuk dua të merret me moshën, pa i merret me moshën e kundërshtarit të tij politik, edhe mirë e bën. Dhe një person që një gjysh që ka 12 vjet në qeverisje, që po bën 30 vjet në politikë, që ka ardhur në 89-ën, e solli Fatos Nano me thonjtë pa prera. Në fund që të mbaj përgjegjësi për këto 12 vjet. Pra të thoj, kam qeverisur, mirë keq, se mendova se kisha tjetër, këtë më lë, Kristiano. Kam qeverisur mirë keq, kam bërë këto gabime. Tani do bëj një të mirë të madhe Shqipërisë, do ta fus në Europë. Ndërkohë, në 4 vite, përveç futjes në Europë, do t'i bëj, po s'ka çaj bën më Shqipërisë, tunelet ja bëri. Aeroportet ja bëri. Portet ja bëri. Atë të maleve ja bëri. Të gjitha i bëri. S'ka ngelur gjë më për të bërë Shqipërisë, do ta fusin në Europë. Okej. Ky njeri tani, ky gjysh bën teatr kukullave, bën Karagjozin në fushat zgjedhore. Kryeministri, personaliteti më serioz, më autoritar i vendit që i ka kapur të gjithë pushtetet. Pa, si të mendosh që bënte Enver Hoxha këto, megjithëse i bënte Enver Hoxha, po vinte të tjerët. Kryeministri i vendit bën nga këto me kuklla. Tani duhet të qëndroj pak te kjo gjë, bile jo pak, po duhet të qëndroj shumë, tek një, më falni, duhet të shpjegoj për veten time. Unë kam në fushatat zgjedhore nga 91-shi, fushatën e parë, edhe deri tani vazhdoj me fushatat. Diku kam kandiduar vet, diku kam bërë fushatën, kam qenë kryetar fushate, diku e kam ndjekur si gazetar. Dhe ka një gjë, për një kryeministër që ka nga 98, ka 12 vjet në qeverisje. Është konsumuar, ka bërë gafa sa duash, dhe duhet që opozita të bëjë këtë, teatrin e kukullave, të tallet. Të marrë dhe të godas, të marrë dhe të godas, çdo të met të kryeministrit. Ndodhe kundërta. Taktika e Edi Ramës është të gjithë janë mutur. E ka thënë mut kryeministri mes Tiranës, kështu që më falni për shprehjen, e ka thënë kryeministri i vendit. Mutur bufer. Të gjithë. Çfarë është muti, çfarë është bufi, çfarë është këneta? Nuk është urrëtie. Është për çmim, është neveri. Kryeministri i vendit, duke mos pasur çofron më, ç'ti japim më shqiptarëve, thotë, dhe ka thënë dhe përpara, ore nuk jam unë më i miri, po s'ka më të mirë se unë. Pra, unë mut se mut jam, thotë kryeministri, po ka më mut se unë. Edhe i merr këta, dhe këta janë bufa, zhaba, kështu që votoni mua. Keq se keq, me mua u mësuat. Ja kam treguar një ditë, po ta them prap. Në Ferr shkon njëri, kishte vdekur. Edhe i lan ata shejtanët, i lan mundësinë të zgjidhte ku donte. Pa të kazani me zif që të vlonte, të pershme. Pa ku diun thumba gjëra, diku pa një gjol të qetë. Tha po këtu, i thash me mut, do kalosh përjetësinë këtu. Po tha do hy, do mësohet unda, tha.
2-3 ditë, pastaj do jem. Edhe kur filloi duke hequr kputucët, ishte një gojë këtu. Mos bëj dallgëre. Kështu që ne u mësuam me këtë, vetëm mos bëni dallg, thonë shqiptarët, s'ka gjë, u mësuam me mutin e Ramës. Po të vinë këta, është muti freskët, edhe na vjen erë. Dhe prandaj thot ky, gjithë janë ne veri, kështu që çfarë bëj unë ju ngela në dorë. Dhe vazhdon fushat negativiste, kryeministri, të cilin duhet ta godisnin me fushat negativiste, të cilin e meriton opozita. Dhe unë personalisht, unë i kam sugjeruar Partisë Demokratike dhe Demokratëve, ma nxirr tani Kristiano. Ma nxirr. Këtë. Po pastrojmë shtëpinë, e ka thënë Berisha, do pastrojmë shtëpinë. Po pastrojmë Shqipërinë. Dhe Bufi, i cili është një nga, për ironi, nga gjallësat më ekologjike, më të mira, më ruajtëse të ambientit, që ha kështu gjarë për i zhaba me kuaj me çizme meksikane, unë do ta kisha bërë simbol të fushatës. Po vjen Bufi, që të hajtë gjithë ta mit hajdut, sepse Edi Rama është krye hajduti. Jo se di unë gjë ka vjedhur Edi Rama, se pa e thënë drejtësia se them, por të gjithë, ose një pjesë e kabinetit, makar 2, 3, 4, që i ka marrë spaku, ministra është krye ministër, pra krye këtu. Në qoftë se ata janë ministra, pra në hajdut është krye hajduti. Në qoftë se përgjegjësia është personale për vjedhje, jam absolutisht dakord. Por përgjegjësia është politike e kryeministrit, kur ka zgjedhur qoftë dhe një, jo më një kabinet dhe një sistem ku Shqipëria nuk po del nga lista e kuqe e korrupsionit. Dhe unë për vete do thoja, Moçal është ai me të gjithë fëmijët dhe të gjithë parazitët që i kanë thithur këtij populli palcë në gjakun, që kanë kthyer në kënet Shqipërinë, dhe që makar një buf, apo do një gjë, të pastroj nga hajdutët dhe nga krye ministri, që është faktikisht kreu që i ka zgjedhur hajdutët, i ka futur në kabinet. Është përgjegjësi politike. Pra krye hajdut nuk them që i ka vjedhur Edi Rama. Jo, në fshat banoni ziu. Në pule me vesë të freskët fshati, atje në Suren ushqehet. Po është kreu i hajdutëve. Që ka marrë spaku, nuk po flas për tjerët që fliten. Jo, vetëm këta që ka marrë spaku, ti i ke zgjedhur me dorën tënde. Si që i ke zgjedhur të gjithë, dhe i ke promovuar. Që çfarë thot vllai? Pu! Ma iq pak. Shiko tani jam ke fushata negativiste. Rama ndam foton e Lacivita. Voto 5, edhe vet Latifi e kuptoi që s'ka rrugë tjetër. Shikoni dhe njëherë po ju them, fushata negativiste që bën Edi Rama. Lacivita nuk është Latifi. Lacivita është një kokë e republikanëve dhe ka qenë koka e fushatës së Donald Trumpit. Ky burri ka ardhur nga Amerika dhe ka thënë Edi Ramës në sy këto që po them unë. Pra që ka shkatruar Shqipërinë, që është njeriu George Soros, dhe ka thënë ky. Tani, para punësirë është Latifi, pra nuk është kaq ky, jo është kokëre, drejton partinë. Është si me thonë Gramos Ruçi, me që socialistët e kuptojnë, Gramos Ruçi republikanëve atje. Sa atje kryetari i partisë nuk është kështu si kene, që i ka të gjithë pushtetet. Jo. Por ky është kokë në drejtimin e republikanëve. Është kokë në organizimin e fushatave. Dhe ardhja këtij këtu është natyrisht Edi Rama për të thënë ty. Jo këtë kështu syve. Paf, edhe atë që thot Vrenozi. Fotoni njishin, ta çojmë ke pesa Ramën, aty ku ka qenë dikur. Se mbase shpëton dhe Shqipëria. Ju kam thënë dhe një gjë dhe ma mbani mend. Kur ti ke Rama, do qeshi do thoj, po unë me kartel kam qenë. Juve vetë më zgjodhët. Pra, jemi tek fushata negativiste. Si çfarë bën dhe ndyn gjithçka, natyrisht për tru shkulurit, natyrisht për kokmutët, të cilët e presin kështu si ata zoq që ushqehen vërtet me mut, e presin që t'i thoj në një gjë, ja, Latifi, ja, dhjeu, s'është gjë kë. Jo, është Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ka ardhur bëj fushatën dhe ka thënë për ty Edi Rama që ke shkatruar Shqipërinë. Kjo është, kur thua ti se e ka si qef, si batut, pak, por e sigurt. Tani dalim iqe këtë Latifin e Ramës. Se Berisha është Moçal, dakord, jemi dakord. Fajin e ka Saliu erdhi në pushtet,
Fajle e ka Saliu do dhe mandat dhe 4, pra 12 vjetë mas i kishte Fajle Saliu, ka prap Fajle Saliu dhe të marrë mandatin. Po kjo, partitë e reja premtojnë qiqëra në herë, vot e shkuar dëm. Pra po të votojnë për këto partitë e tjera, vot e pa shkuar dëm është vetëm po të japim Edi Ramës. Partitë e tjera, natyrisht unë kam preferencat e mia dhe nuk i kam për partitë e tjera. Po kam respektin maksimal për çdo që ka dalë me një program. Ka bëri program, ka dalë, ka mbledhur njerëzit, ka një ide, një doktrinë, një ndryshim nga tjerët, përveç Lulit, ortaku të Ramës. Natyrisht, Luli është duke vazhduar misionin 17 majit dhe është njeriu më besnik në Shqipëri, por natyrisht besën e ka me Edi Ramën. Ndërsa partitë e tjera janë në të drejtën e tyre. Kanë dhe një gjë me popullin. Shef snop, shef kështu njerëz si puna ive që dalin televizor. Va, e s'merr me politikë ba. E kon vu vizor në këtyre. Qa me këta? Ja, baba, ja, shoh fund e mia. O shoh as televizor. Pra këta snopët që s'merren me asnjë gjë, në fund fare thon, ç'a na bëni politika më valla? Ç'a na japin këta më valla? O nuk cic mami politika që ta fut në gojë. Politik do të marrësh pjesë. Në politikë gjën e parë do të thuash nuk jam mirë ose jam mirë. E dyta t'ia thua shokut e tretët të organizohesh, të marrësh pjesë, se këta rrisin parat, tash i shohin këto partitë. O, doli ky do nej vot. Do ky. Nuk votoj fare. Nuk votoj. Ndërkohë vinë në rresht ata bufat e Edi Ramës bashkë me minjt, hajdut, që gjen lekët në për vrima, në për oxhaqe, në për këto gjona. Vinë ata dhe votojnë. Vinë ata që po bëjnë pallate e beton, vazhdojnë ata. Japin dhe lek. Snobët, ja, s'votojmë në astrinë e shu. Dhe ai Shreku, që Rama është, që ofse flasë për kënet, është për bindë që i kënetës. Saliu mund tjetë bufi. Po Shreku është Rama. Shreku i kënetës, vazhdojnë edhe hedhë baltë mbi të gjithë. Ja, edhe partitë e vogla, i ka të gjitha kjo rafsh. I vetëmi, Duçja sempre ragione, vetëm Duçja ka të drejtë. Vetëm Edi Rama ka monopolin e të mirës. Gjithë tjerët janë, çfarë themon? Vetëm Rama, që këta të pak në qiqërët të premtojnë, ai cop letër, pasaportë, thotë, shkonë në të sëmës. Një tjetër të lutem. Atëhere, ja urdhove, Baca. Urdhoni. Ka lezet. Baca është, ape herë ta shohin shqiptarët, bëjë unë qik pauzë, marrë qik frim, ape, urdhon. Berisha, korupcioni do shpallet vepër penale e rënd, krijoj Ministrinë e Familjes. Bukur, iqe. Pra, ndodhemi në Zvicër ose në Suedi. Kryetari i opozitës vret mendjen, korupcionin ta shpallim vepër penale të rënda. Ndërkohë që spaku për korupcionin është krijuar. Pra për vepër penale të rënda, e cila është e krahasueshme me veprat e mafjes. Kjo Ministria e Familjes natyrisht ide brillante, fantastike është. Po, me këtë do ta ndërtoj. Në qoftë se deri dje ka thënë, Edi Rama ka ndërtuar narko-shtet. Narko do thotë drog, shtet droge, mafje, korupcion, krimi organizuar. Kujtun ka ngel gjë tjetër? Na çojnë në mosbindje civile, na çojnë qeveri teknike që supon e herë. Dhe sot, me këtë narko-shtet, me këtë Edi Ram, që ishte deri para 2 muajsh, e zeza më e madhe e këtij kombi, ai që vithe votat, që vithe zgjedhjet, ne po i dalim me një program. Programi ka minimum jetik, shteti me zemër në dorë, paga mesatare, paga e lartë, pensionet, një Shqipëri lule. Në qoftë se Edi Rama është duke shpërndar mut mbi të gjithë, të në radh parë këtu, pra, jo tek Saliu vetë, po demokratëve, demokratët dalin me fushat pozitiviste. Pra, po i thonë shqiptarëve, ne kemi program, na votoni ne. Dhe shqiptari i ri e shef, thotë, shiko, ky ka program që dënoj korupcion. Po mirë, spakun e ka dhe kënese. Kjo Ministria e Familjes. Po ai që do na fusin në Europë, po do na japi pasaportën apo. Në vend që gjithë fushatat ishte, një të fillonte fushata
ruani voto, se du t'ja vjedhi, jo ky, du t'ja vjedhi ai voto, si që ka vjedhur gjithmonë, të denonconte, se po bënëre, pallatet e 5 majit po shpërndahen. Oho, kanë hyrë njerëzit e pallatet e 5 majit. Po pra, iç tas ndjen. Vazhdojnë fushata jo me rrugë, ndjen këta. Jo, këta janë fushat pozitiviste. Prandaj po them unë, që ka një gjë të tmerrshme që nuk shkon në këtë fushat. Në vend që të ishte kthyer rrota mbrapsht, Edi Rama të përpiqej thoshte do rregulloj këtë, do bëj atë, ndërsa opozita ta bote leck për 12 vjet shkatërrim që i ka bërë rënim fatal Shqipërisë, opozita ka një plan. Pra, na votoni ne do rrisim këtë, do bëjmë atë, do ngrem këtë, do e bëjmë kështu. Pa na thënë si akoma, po e them një gjë thjesht, do bësh pensionin 400, vërtet. Po sa do shkoj buka? Se është një gjë që quhet inflacion, nuk e hyjmë kësaj. E lëm këtu, por deri tani në një muaj të fundit të paktën, ne s'kemi dëgjuar një llaf të keqe për Edi Ramën. Jo, Edi Rama është duke degeneruar këdo gazetar, opozitar, parti politike, të gjithë. Opozita e ka lënë rahat, përveç Tik Lapajt, që më pëlqen që thot banda, Arlind Qori po ashtu. Këta të dy janë, të tjerët janë me oferta, me programe. A thua se do bëjnë të gjithë kryeministër. Pra, se do marrë të gjithë nga 71 deputet, dhe ai që do marrë 72 do bëjnë qeverinë. Ore, koqe, më falni. Në marshi do mene 2-3. Me 2-3, jo kryeministër, po ja rebimet dhënë e drejtorie Edi Rama. Ja rebimet lënë me marrë 2-3. Dhe opozit bëhet pikrisht, ashtu siç po i bëjnë 1-2-3, thash herë, me Tik Lapaj, pavarësisht se nuk më pëlqen shumë gjëra. Po jam shumë dakord, këta janë bandë, thotë hajde të çajmë bandën. Edhe pse janë mjetet e duar, edhe pse se u zë goja oligarkin, se u zë goja shumë gjëra, po gjithsesi, mirë. Kurse këtu, kjo parti që ka gjithë damkën, Fane Kasaliu, kështu hajdute, ku di unë, jashqitje, gjitha, këta kanë një program. E kuptoni që a them se si po bëhet fushata bashkë me atë civitin që merr Berisha, do zoti s'ja ka shtia ai në mendje këtë gomarllëk që të bëj fushat pozitiviste. Se rrotullova faqet, të lutem. Morën to pak Kristiano, ç'kemi pas kësaj? Urdhë. Projekti me një grup investitor, Rama, territor brenda në det në Durrës. Ja. Betoni vazhdonëre. Ndërkohë që po merren me investime këtu, me kaq përqind atje, me taks të shesh ose taks malore, ky vllai vazhdon ka mbaroi me punë me tokën, ky ka me detin. Pse? Se Edi Rama ka ngritur një gjë, më thot Kristiano, po ç'ke orgomar, më thot në konfidencë. Po çdo ti ç'ke? Sepse i them gjithmonë, po thot problemi se shqiptarët nuk duan ta dinë këtë gjë. Dhe në moment që fletë më kështu, se s'duan ta dëgjojnë shqiptarët. Se ishte gomari që hante ujku e thoshte zot bëj ëndër. Dhe shqiptarët nuk do ta dëgjojnë që ndërtimi, betoni është fluck ekonomike. Nuk ka logjik që në Shqipëri të shkoj 6.000 euro metri katror Tiranë. 20.000 do shkoj metri katror mbas Pallatit të Kulturës. 20.000 euro metri katror. Sa që ka qenë një apartament jashtë Unazës para se të vinte Rama në pushtet. Kupton? Sa ishte apartament? Është kjo. Sa blen 2 apartamente në Ersek, në mes të Ersekës, do të jetë 1 metër katror në Tiranë. Ashtu. Kush? Sepse deputeti, do të thonë Qameti Rrogës, është 3.000 euro. Kush i plen? Si vin këto para? Kush i kontrollon? Është një fluck ekonomike. Për të mos plasur kjo fluck ekonomike, i fryu turizmin Edi Rama, të cilën prapë ka në dorë një grush njerëzish. Dhe prandaj ka hyrë dhe dete se s'ka më tokë. Kaq ka Shqipëria, s'ka më tokë. Dhe ndërkohë që askush nuk merret në pozitë me këtë punë. Fare. Askush nuk merret për të thënë fluckën ekonomike të ndërtimit dhe të turizmit. Ne nuk do ta çpojmë që të bjerë ekonomia, por sinkron do të fillojmë të krijojmë ekonominë liberale të tregut, të fillojmë të krijojmë iniciativën e lirë, të ringjallim shtresën e mesme. Do rrisim pensionet, do bëjmë këtë, Port Merigon, ecë një gjë tjetër të lutem, ashtu. E pa precedent në Big Brother, Jozi godet gjestin
pas Emilimi, ndahet nga grua, ndalohet nga policia. Shikoni këtu. Ndodhi edhe kjo. Çfarë ndodhi? Ditën që u hap fushata, dhe u tall Mileti me atë fushatën për Llahingash, në mes Tiranës me ato xhixhilerat, ndarke për të rrequr gjithë vëmendjen nga ajo poçaqi, ndodhi kjo gjë. Do thoni ju, ore, po mirë, mos ka ndodhur spontanisht. A është show? A është program? A është program televiziv? Natyrisht është program televiziv. Dhe ndalohet nga policia, ai që goditi, a është dhe kjo pjesë e programit televiziv? Ma nxirr çik tjetrën, lutem. Ma nxirr çik tjetrën. Urdhoni, hapen çik po deshe? Video me pranga, momenti shoqërimit i Jozit nga policia pasi goditi gjestin. Shikoni pak. Është personi me fytyrë. Kjo është e ndaluar me ligj. Një person që e shoqëron policia është ndaluar të dalë me fytyrë. Është ndaluar më. Nuk e lejon ligji. Përveç rastit kur është show. Një kjo. E dyta, nëse ndodh një gjë këtu në emision, tek unë për shembull, përgjegjësinë ka dhe dikush tjetër. Pra i zoti, administratori, redaktori, dikush që e bën këtë gjë. Pra shoqëruar duhet të ishin edhe autorët. Dhe një gjë, atë që kur e fillova me mut këtë emision, për gjithë rilindasit që mund të jenë duke ngrënë tani, e fillova për të thënë ku është AMA, autoriteti i mediave audiovizive. Në qoftë se ka ndodhur kjo sken, ose në qoftë se ndodhi kjo sken, AMA duhet urgjentisht kishte vendosur gjop për dhunë në televizion. Tani dalim çik tek dhuna. Folën për gjithë këtë shoqëri të dhunshme. Folën për këtë politikë të stërdhunshme, fyese, bullizuese, të ndyrë. Edi Rama në mes të sheshit Tiranë ka thënë mutrat. E ka thënë kryeministri i Shqipërisë. Në moment që ka thënë kryeministri i Shqipërisë dhe askush nuk ka reaguar, dhe ka thënë televizion, e ka thënë orën 5 pas dreke, natyrisht si kryeministri i Shqipërisë, e them edhe unë tani në emisionin tim me qefin më të madh. Jo se kam qef ta them, por sepse përshtatet me atë që ndodh me realitetin shqiptar. Tani, të gjithë këto mutra dalin në ekran. Ka 3 muaj që në këtë program promovohet antikulturë, promovohet shturja e marrëdhënieve njerëzore, nuk po them gjë tjetër, marrëdhënieve njerëzore. Promovohet paturpsia, pacipsia, shqitja e jetës private, pra poshtërimi i qenies njerëzore. Të gjitha këto kanë qenë pranueshme për të gjithë, në të dy anët e kufirit, se ka dhe një idiotësi tjetër të një rangu katastrofal, që ka filluar një përçarje Shqipëri-Kosovë, në qoftë se ti mbron këtë që e qelloi, të turren shqiptarët e Kosovës tonë. Si thot, ju të Shqipërisë na gjytët gjestin ton të Kosovës? Këtu jemi. Pra, nuk ka faj Edi Rama në një farë mënyrë, s'ka faj fare Edi Rama. Por gjithsesi, gjithçka ishte pranueshme, depersonalizimi, poshtrimi, shkelja e dinjitetit. Jo, dhuna jo, atë e ka vetëm shteti. Atë e ka vetëm shteti, vetëm ai të rre. Dhe natyrisht e krimi organizuar dhe kushdo i fort tjetër që ka mundësinë. Por jo, ne duhet të jemi shoqëri paqësore. Mund të shajtë, të poshtrojnë, të fyejnë, nuk ke të drejtë fare të përdorësh dhunë, të reagosh, si çdo qenie e gjallë reagon. Kapi një zok, arabel vogël. Po e kapi do fillojë të çukisi se reagon për të mbrojtur, kurse ne jo. Dhe kjo është kultura e cila i edukohet popullit. Jo, gjithçka mund të fyet, po punë e madhe. Nuk gjen gjë nga llafi. Mot ka thënë kryeministri, motje, nuk ka problem. Kështu jo. Kështu jo se mund të shkojë kjo deri sipër e merr me sfur kryeministrit. Vende tjera e marrin me sfur kryeministrit. Ne jo, ne mund të themi kështu në për kafe. Nëse 2 kafe. Iqe. Urdhë. Standardi tjetër, e patat burrin që e mori policia. Po. Ilir Demalie e godet me shkel kujtim gjuzi në një nga ambientet e hoteleve në Tiranë. Demalie, më ka sharë nga familja në Facebook. Shqyqyr zotit, nuk e ka sharë në TikTok, se do t'jepte më shumë argumente Edi Ramës për të mbyllur TikTokun. Se te TikToku janë rrahur e zonë të rinj. Në Facebook janë burra me thinja, si kujtimi, si kujt tjetri,
Janë burra me thinja. Natyrisht që thinja nuk tregon gjë, tregon vetëm moshën, nuk tregon zgjuarsi thinja, se dikur thoshin burrë me thinj, se njeriu duke u plakur mençurohet. Këtu duke u plakur pirren. A nuk diskutohet. 2 burra që janë zënë në një hotel. Këta duhet ishin arrestuar. Këta duhet ishin shoqëruar në polici, se hoteli është një mjedis privat. Është një mjedis ku natyrisht qetësia, etika, sjellja ruhen edhe keni parë security. Me këta s'u mor njëri fare. Në ambient publiku u urrahën, si 2 buburreca. 2 burra në mosh, si 2 buburreca si që kanë sharë në Facebook. Edhe unë Ivani merrem me Edi Rama dhe me polici. Po iko budolla, ike shif punët tua. Ike kap me ide, uar mirë. I them vetes po. Ha më kërësi si thuti. Qa duan budollaj me këto gjona, valla. Po shiko. Ja, urdo. Ja, le, s'ka gjë. Jo më vlla, ti më ngacmonën, do të përgjigjem. Arrestohet Lurshi 34 vjeçar, akuzohet për blerje vote. Shikoni sa e bukur kjo. Do thoni ju, ky 34 vjeçari vot për kë? Po për Saliun pra. Kush bë pisligje me votat? Pa Saliu pra. Tani problemi është sa ka paguar? Se jam dakord tek ai rasti Belerit, pam që dha lek. Ktu sa ka paguar? Apo është premtuar? Këtë duhet ta shohim. Në qoftë se ai ka dhënë para, një gjë. Megjithëse votimet duan dhe 1 muaj. Në qoftë se s'ka dhënë para, nuk quhet blerje. Gjithsesi, vazhdojmë tek ajo propaganda negativiste. ATSH dhe ka marrë lajme të gjithë, jo aty ma le. ATSH ka marrë lajme të gjitha nga Agjencia Telegrafike Shqiptare se dua qëndrimin zyrtar. Natyrisht kjo është si zëri popullit në vakt, ATSH-ja është si zëri popullit në vakt. Thot, botimi albumi, Rama boton albumin fotografik thot nga Facebooku. Thot, imagjinoni sikur të merreshe AFP-ja në Francë, Macron boton albumin fotografik. Këtu ATSH-ja është pjesë e kësaj loje. Pjesë e kësaj loje. Pra, mutrat, xhapat, bufrat, kënetat, dhe një nga bufrat nga xhapat e kënetës Saliut ka blerë dhe vot, urdhori. Pra, as me legët që do harxhoj Saliu, prap s'ka për të fituar zgjedhjet. Tani më dil tek ajo tjetra që do më dilje për ta mbyllur me çik lezet. Pekin. Eksportet e Kinës mbi parashikimet përballë tarifave amerikane. Sepse në Shqipëri lufta Biden Trump nuk ka përfunduar. Ose, më falni se thash Biden, Soros, Trump është në kulm të vet. Mundet, natyrisht vazhdon dhe në Amerikë, po atje ka prerë bibilushin Trumpi. Po këtu nuk është se e rruan shumë. Dhe duke qenë se këtu se rruan shumë, duke qenë se edhe këta janë ai staf i vendosur me frymën e Sorosit, janë të gëzuar gjithmonë kur Amerika dështon. Janë të lumtur të bëjnë politikë kineze. Të lumtur që të bëjnë politikë kineze. Ka luftuar shumë Shtetet e Bashkuara të Amerikës që Kina të mos i fusi kthehet në Shqipëri, siç ka futur në pjesë të Europës. Se shikoni këtë Europën ju që është kështu krefosur me këto tarifat, në pjesë të madhe është Kina. Itali për shembull ka marrë Kina, e dini. Në Greqi ka thonë të fortë. Në Shqipëri s'ka hyrë, por në Shqipëri ka hyrë se i merr këta e bën një vizitë në Pekin, edhe prishen këta. Janë Pekin e thot, eksportet në Kinë mbi parashikimet për pra, Trump i vuri tarifa. Kina. Shikoni Kina. Bravo Kina, roft Kina, thot ATSH-ja. Dhe për thënë që nuk është rast sporadik më nxirr tjetër. Urdhë, Trump synon tarifa edhe për çipat elektronik. Tanë shikoni se çfarë buri poshtër ky Trump, edhe për çipat. Nuk e di këta koqet e ATSH-s që çipat elektronik nuk janë patatina, çipat elektronik është fjala e fundit, është zhvillimi. Edhe për çipat dhe për gjilpërat. Sepse Donald Trump, sipas analizëve dhe jo sipas ATSH-s, vetëm me goditet e fundit ka çuar Kina dhe ka zbytur 20 vjet Kinën, e cila kishte pushtuar botën fal ATSH-ve, Sorosve, Edi Ramave që kishte poshtë për pjet. O vëllezër, mos votoni vdekjen tuaj, mos votoni largimin e fëmijëve, mos votoni shkatrimin e Shqipërisë. Bëni Edi Ramën, ju kisha zemrën, siç ka thënë ai. Kristi, e mbyllim si thua. Mbyllë thot Krisi se erdhi dhe zoti Rama, dalim për i kafe tash. Natë më mirë u takofshëm kismet. Ne vazhdojmë pavarur, ë?